Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë epizod të fundit për vitin 2025 në Kiks Kosova. Jemi sot, pra nuk jemi në Klan Kosova, por kemi ardhur në zyrën e presidentes së Kosovës, për shkak se do të bëjmë intervistën e fund vitit me njeriun numër 1 në Kosovë, presidenten e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadrio. Faleminderit presidente që keni pranuar të jeni pjesë e Kiks Kosovës në këtë epizod të fundit për vitin 2025. Faleminderit shumë juve për ftesën. Kosova pak ditë më përpara përmbylli një proces zgjedhor, një proces në fakt elektoral që kemi nisur në janar të këtij viti dhe kemi tashmë një parti politike e cila duket që ka fituar 50% të votave dhe mund të krijojë qeverinë. Si e keni parë ju gjithë këtë vit? Dhe si e keni parë edhe vitin elektoral, por edhe sjelljen e partive politike, duke u nisur prej faktit që presidentja është një njeri i cili përfaqëson unitet politik, cili ka qenë roli juaj thënë të drejtën në këtë pjesë? Tash ju e thatë që ka qenë një vit i zgjedhjeve, ka qenë vërtet një vit me shumë procese zgjedhore, jo vetëm me një. Kishim zgjedhjet në shkurt, pastaj zgjedhjet lokale që në fakt janë dy palë zgjedhje, shkaku edhe i balotazhit dhe në fund edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe përkundër faktit që u mbajtën shumë shpejt, unë jam shumë krenare me mënyrën se si qytetarët e Republikës së Kosovës u sollën, se si morën pjesë me një pjesëmarrje masive, e cila pastaj edhe qartësoi rrugën përpara sa i përket krijimit të institucioneve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse Kosova ka humbur kohë në të vërtetë, shkaku i mos krijimit të fillimisht kuvendit dhe pastaj qeverisë përgjatë vitit që po e lëm pas dhe tani fakti që do të kemi një qeveri dhe një kuvend të konstituar shumë shpejt është në interes të Kosovës, është mirën e Kosovës dhe shpresoj që me njëherë pa ditë kuvendit filloj edhe me, apo të vazhdoj më mirë tem me punë të tjera të rëndësishme për Kosovën, siç është miratimi apo ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, i buxhetit dhe çështje të tjera të cilat janë të domosdoshme për funksionimin e shtetit tonë. Si presidente, natyrisht shpeshherë thuhet duhet me përfaqësu unitet partia ke unitet politik, në fakt kushtetuta përcakton që presidentja përfaqëson unitetin popullor, pra unitetin qytetar, unitetin e qytetarëve. Dhe pikërisht këtë e kam bërë, jo vetëm këtë vitin e fundit, por përgjatë 5 viteve kam mbrojtur interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Tani në çdo demokraci është e pamundur që t'ju pëlqesh të gjithëve, që të gjithë ti miratojnë qëndrimet që i ke. Mirë po ajo çfarë kam bërë ka qenë e përkrahur dhe vazhdon të përkrahet nga shumica dërmuese e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe është dëshmuar që është në interes të Republikës së Kosovës. Dhe këto punë natyrisht në të mirë të vendit do t'i vazhdojmë dhe është shumë mirë që tash pas këtij rezultati do të kemi institucione shumë shpejt, sepse vërtet ka tema të cilat kanë mbetur prapa dhe duhet të vrapojmë, nëse mund të them kështu në mënyrë simbolike, në mënyrë që ta zëm hapin sa i përket shumë çështjeve ekonomike, të integrimit e shumë të tjera. Në fakt, partitë politike nuk e kanë parë këtë unitet. Të paktën janë shprehur edhe gjatë kësaj fushate elektorale e cila ishte me që ishte shkurt, duke nisur pikërisht edhe për zgjedhjen e datës 28 dhjetor, në farë forme kanë fajsuar presidencën pse është zgjedhur data 28 nëntor dhe jo 21 dhjetor, ose që nuk ka dëgjuar partitë tjera sa i përket caktimit të datës së zgjedhjes. Në fakt as ata vetë nuk e kanë besuar një gjë të tillë, tash janë gjëra të tjera që ka thuhen para kamerave, janë gjëra të tjera që ne i bisedojmë. Të gjitha partitë politike e dinë shumë mirë që për shkak të afateve kushtetuese në fund para me kanë qenë vetëm dy mundësi, data 21 dhjetor dhe 28 dhjetor. Sa i përket 21 dhjetorit, mua më është dërguar vlerësimi me shkrim i trupave profesionale të KQZ-s, ku është vlerësuar, po citoj, që është praktikisht e pamundur që zgjedhjet të organizohen në mënyrë të rregullt për datën 21 dhjetor. Unë kam thënë edhe para juve si media që ne ende ishim në mes të një procesi të zgjedhjeve lokale, sepse ende nuk ishin numëruar të gjitha votat, ende nuk ishin përfunduar të gjitha proceset, platformat e njëjta që janë shfrytzuar për zgjedhje lokale do duhet shfrytëzoheshin pastaj për zgjedhje nacionale, e shumë procese të tjera që e bënin të pamundur në aspektin fizik që të organizohen zgjedhjet brenda 30 ditësh. Prandaj ka qenë edhe kërkesë e qartë që t'u jepet pak më shumë kohë dhe vetmja mundësi tjetër ka qenë data 28 dhjetor. Çështja e dytë është që si presidente e Republikës natyrisht që e vlerësoj që është në interes të vendit që të kemi pjesëmarrje më masive, jo pjesëmarrje më të vogël në zgjedhje. Dhe prezenca e mërgatës sonë këtu gjithmonë i jap diçka më mirë, diçka më shumë Republikës sonë, asnjëherë diçka më pak. Një përqindje të qytetarëve të Republikës Kosovës që janë rezident Kosovë, por nuk kanë votuar.
sepse nëse i krahasojmë shifrat me zgjedhjet e shkurtit, jemi aty me shifra. Pavarësisht që kemi pasur ndoshta një 80.000 votues nga diaspora dhe pse ende s'ka statistika reale. Po tash që jetojmë në demokraci dhe drejta votës është drejt e lirisë së plot për secilin individ që ka të drejtë vote për të vendosur nëse don me marr pjesë në proces zgjedhor apo jo. Tash qytetari nuk mund të detyrohet. Është çështje e garantuar me kushtetut dhe me ligjet në fuqi, dhe kush dëshiron me shfrytzu e shfrytëzon, kush nuk dëshiron me shfrytzu nuk e shfrytëzon. Megjithatë, mos të harrojmë që shumica dërmuese e qytetarëve që kanë votuar janë qytetarë që edhe jetojnë këtu çdo ditë, por po ashtu nuk duhet harruar edhe kontributin e jashtëzakonshëm që jap Mërgata jon edhe në fuqizimin ekonomik të vendit, edhe për familjet e tyre drejt për së drejti, edhe me investime të cilat e rrisin cilësitetin e jetës në Kosovë. Pra nuk mund t'i konsiderojmë si njerëz distant, nuk janë njerëz të largët apo të harruar. Janë njerëz që ne i ndihemi në përditshmërinë tonë, nuk ka familje që në një mënyrë apo në tjetrën nuk ndihmohet, nuk përkrahet nga ana e Mërgatës. Dhe mos harrojmë po ashtu që ligji i cili ja jap Mërgatës të drejtën për të votuar në zgjedhjet e Republikës së Kosovës edhe në ambasada konsullata, është votuar nga të gjitha partitë politike shqiptare, pra asnjë prej tyre nuk u ka mohuar këtë drejtë, kështu që unë nuk e kam parë asnjëherë si anim në raport me një parti, ka qenë anim në raport me interesin qytetar. Atë e kam për detyrë ta mbroj, atë e kam mbrojtur dhe tani me këtë rezultat unë besoj që do të kemi institucione sa më parë. Kjo është vetëm në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Llogariteni sikur të bllokoheshim edhe në vit tjetër apo edhe më shumë, se sa shumë humbje e sa shumë pësime do të kishte Republika jonë nga dështimet e tilla. Shumë e vërtet që kemi humbur shumë, por ajo që partitë politike normalisht duhet ta theksoj, është edhe një fakt tjetër. 3 ditë para zgjedhjeve kemi parë që Donika Shfarc, e cila është kryetare e partisë të cilën ju e keni themeluar, ka përmendur emrin tuaj për një mandat të dytë në krye të presidencës, dhe në një farë formë ka thënë nëse ne do të shkojmë në prill të vitit të ardhshëm, në vitit 2026 në zgjedhje, atëherë do të jetë faji e opozitës në rast se nuk e votojnë Vjosa Osmanin. Sa ka shanca reale që ju t'jeni marrë vesh paraprakisht ose paraprakisht me Albin Kurti në mënyrë që të kandidoni në mars për një mandat të dytë, që ai të siguroj votat normalisht duke u bazuar ose duke pritur shumë edhe nga partia në cilën keni dalë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në fakt, intencën apo qëllimin tim që të kemi një vazhdimsi të punëve të mira në presidencë, si kreu i shtetit dhe institucioni më i lartë i përfaqësimit të vendit, e din të gjitha partitë politike, sepse unë këtë e kam thënë publikisht, pra nuk është befasi. Nuk mund të themi që unë kam diskutuar lidhur me qëllimin për të synuar një mandat të dytë vetëm me kryeministrin Kurti, kur në fakt këtë çështje e din të gjithë. Pra unë mendoj që është në interes të Kosovës që të kemi një konsistencë, të kemi një vazhdimsi të punëve të mira që i kemi filluar, të lajmeve të mira, të fuqizimit të imazhit të Republikës së Kosovës, të mbrojtjes së dinjitetit të shtetit ton, punë të cilën besoj e kemi bërë me shumë sukses gjatë këtij mandati, dhe tani i takon të gjitha partive politike pa dallim që ta marrin një vendim të tillë, në qoftë se do të përkrahin këtë vazhdimsi të punës sime, apo dojnë rrugë të tjera. Cilën do rrugë që e zgjedhin, unë jam në rregull për shkak se mendoj që është në interes të Republikës së Kosovës që ta kemi këtë vazhdimsi të këtyre punëve të mira që i kemi bërë. Mirë, po nëse partitë politike nuk e dëshirojnë një gjë të tillë, atëherë unë i kthehem jetës politike në mënyra të tjera, sepse ende kam shumë për t'i dhënë vendit për të shërbyer Kosovës dhe këtë punë do ta bëj në qoftë se jo si presidente, atëherë duke u angazhuar politikisht siç kam qenë në të kaluarën. Pra, ideja e mandatit të dytë asnjëherë nuk është çështje e ndonjë marrëveshje, ndonjë pazari, nuk ka qenë kurrë, nuk ka qenë as mandati jemi parë, nuk do të jetë as mandati jemi dytë nëse ka pajtueshmëri nga 2/3, sepse ju e dini duhet 2/3 të marrin pjesë në votim. Pra çështjet e vullnetit të deputetëve. Keni biseduar ndonjëherë me ndonjë parti politike, qoftë me njerëz brenda LDK-s, qoftë me pjesëtar të listës vetëvendosje ose të ish partisë tuaj guxos? Nuk ka parti politike përveç listës serbe, nuk ka parti politike që në një mënyrë apo në tjetër nuk kanë qenë e informuar që qëllimi im do të jetë që ti siguroj Republikës së Kosovës vazhdimsi të këtyre punëve të mira,
në qoftë se edhe ata pajtohen. Pra të gjithë pak a shumë Çfarë sinjale keni pasur që ta dim, të shpresojmë nëse do kemi zgjedhjen prej LSJ-o? Po mendoj që është herët për të thënë, sepse secila parti duhet që t'i ketë diskutimet e veta, duhet që t'i merr vendimet e veta. Unë shpresoj që përgjatë këtyre vendimeve t'i kemë parasysh dy elemente thelbësore. E para është mbrojtja e interesit më të mirë të Republikës së Kosovës. Mendoj që mund të arrijm duke siguruar vazhdimsi të kësaj presidence, dhe po them presidence sepse nuk lidhet me mua si individ, por me një ekip të tërë të presidencës që ka punuar shumë. Dhe e dyta, do të thoja reflektimi i vullnetit qytetar, sepse është e qartë nga gjitha matjet që janë bërë edhe nga organizata ndërkombëtare që mbi 2/3 në disa sondazhe edhe 81% të qytetarëve kërkojnë një mandat të dytë nga ana ime si presidente, pra do të ishte respektim edhe i atij vullneti qytetar nëse vazhdohet, por kjo është në fund të fundit në vullnetin e deputetëve që ta vendosin nëse do të më përkrajnë apo jo, dhe po e them përsëri, nëse vendosin që po, atëherë vazhdojmë me punë të mira për vendin, mbrojtje të interesave qytetarëve. Nëse vendosin që jo, atëherë unë vazhdoj punën në një mënyrë tjetër nëpërmjet angazhimit politik, dhe kurdo që do të ketë zgjedhja, atëherë aty i përballemi idetë, nocionet, qëndrimet, energjinë, besa e shumë çka tjetër. Por qëllimi im është që të vazhdoj që të jem angazhuar politikisht dhe ta ndihmoj Republikën e Kosovës që të ecë përpara. Ne kemi parë gjatë gjithë këtij mandati, sepse jemi në fund të mandatit, kemi edhe 4 muaj deri në përfundim të mandatit juaj të plotë si presidente e Kosovës për 5 vite, keni pasur marrëdhënie up and down, që thojnë anglesfolësit, ulje dhe ngritje me qeverinë e Kosovës, kryesisht me zotri Kurtin. Në çfarë relate jeni aktualisht? Dhe sa keni arritur të pajtohuni me qëndrimet e juaja, sidomos sa i përket marrëdhënieve që qeveria e Kosovës ka pasur me bashkësinë ndërkombëtare BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë mendoj që në çdo raport kjo është krejtësisht normale, dhe sidomos në raportet që janë të sinqerta dhe ku besimi reciprok ekziston, është normale që edhe dallimet të thuhen. Shpeshherë nuk thuhen, i diskutojmë për brenda, arrijm një zgjidhje përpara, nganjëherë edhe thuhen publikisht, mirë po asnjëherë me qëllim të keq, dhe besoj që këto dallime që i kemi pasur asnjëherë nuk e kanë dëmtuar interesin e Republikës së Kosovës. Çka është me rëndësi është që nuk kemi dalluar kur në qëllimin tonë në raport me vendin. Qëllimi ka qenë gjithmonë i njëjtë, që ta kemi një republikë të fortë, një republikë sovrane në çdo milimetër të territorit tonë, dhe këtë e kemi arritur me shumë mund, me shumë sakrificë, me shumë angazhim. Nuk ka qenë fare e lehtë, sepse gjithë Evropa në këtë periudhë po ballafaqohet me problemet të sigurisë, e mos flasim ne që e kemi edhe një fqim verior që është jashtëzakonisht agresiv dhe vazhdimisht tenton që ta sulmojë Republikën e Kosovës, por nëpërmjet bashkëpunimit, nëpërmjet punës së pandalshme kemi arritur që të kemi sundim të ligjit në çdo vend, në çdo pjesë të territorit tonë. Dhe çështja tjetër ka qenë, të dy e kemi për qëllim që Kosovën ta kemi një vend ku ka imazhin e një republike demokratike, dhe jo vetëm imazhin, po edhe për brenda funksionon demokracia, dhe njëkohësisht ecën përpara me hapa të sigurt drejt integrimit euroatlantik. Nuk është aspekt i lehtë për shkak se ne kemi ende vende edhe brenda BE-s, mos flasim jashtë që nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, dhe kjo shpesh e komplikon këtë proces. Megjithatë ka pasur hapa vendimtar në këtë drejtim ku kemi ecur përpara. Megjithatë ju duket ndonjëherë që ju po bëni, sepse ne e dim që sa i përket diplomacisë, ju keni qenë, duhet ta themi hapur që keni qenë kogja aktive, qoftë edhe për njohje, qoftë edhe për rikuperimin e marrëdhënieve të cilët i ka prishur, nëse mund të themi, vendimet e qeverisë Kurti me bashkësinë ndërkombëtare, por edhe me Shtetet e Amerikës. E keni parë ndonjëherë si pengesë që ka qenë zotri Kurti, për shkak se e keni thënë disa herë në disa deklarata sa i përket taksës që ka qenë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk është normale një taksë e tillë, dhe nuk di se si ministri i financave në atë kohë nuk merrte një vendim për ta larguar atë. Por vendimi është marrë. Çka është me rëndësi është që gjithmonë e kemi gjetë rrugën përpara, gjithmonë kemi ardhur te një vendim i përbashkët që ka qenë në interes të Kosovës, dhe Kosova mbetet sot shteti i parë në botë që i ka ofruar Amerikës tarifa zero në mallrat amerikane. Jemi shteti i parë dhe i vetëm në Evropë që ka arrit marrëveshje me Amerikën për ta ndihmuar Amerikën sa i përket imigrantëve. Jemi shteti i vetëm në botë që e ka linjëzuar në tërësi listën e organizatave të huaja terroriste me listën amerikane. Jemi ndër shtetet
e vetme në botë që ka ofruar po ashtu në nënshkrimin e marrëveshjes që quhet Safe Third Country Agreement dhe shumë çështje të tjera të cilat i shtyjmë përpara dhe po ashtu çka kemi arrit nëpërmjet bashkëpunimit ton është një mbështetje jashtëzakonshme në fushën e mbrojtjes. Ju po e shihni që çdo ditë FSK-ja po armatoset me armatim modern nëpërmjet mbështetjes së aleatëve tonë, në veçanti nëpërmjet mbështetjes amerikane dhe kjo është rezultati i punës që e kemi bërë. Pra, jo domosdoshmërisht në momentin e parë dakordohemi për strategjinë që duhet të ndjekur apo për metodat që duhet ndjekur, por asnjëherë dallim s'kemi se ku dëshirojmë të shkojmë, se cili është qëllimi që dëshirojmë të arrijmë, qoftë në raport me aleatët tonë, qoftë në raport me sovranitetin në vend. Unë mendoj që kjo është krejtësisht normale, sepse përndryshe sikur mos të kishim diskutime të tilla, atëherë cila është esenca e ekzistimit të institucioneve tona si institucione të ndara dhe diskutime kemi pasur, nganjëherë kemi menduar që duhet ndoshta dy rrugë të ndryshme, por qëllimin, cakun final, asnjëherë nuk e kemi pasur të ndryshëm dhe fakti që po i arrijmë caqet finale tregon edhe për efektshmërinë e këtij bashkëpunimi. Pra, bashkëpunimi ka qenë efektiv dhe nganjëherë edhe brenda familjes së njëjtë. Ka hequr dorë nga qëndrimet e tij dhe ka dëgjuar rrugën cilën do duhet ndjekur nga ana juaj. A mund të themi kështu? Shpesh herë heq dorë njëri, shpesh herë heq dorë tjetri. Kjo është realiteti i bashkëpunimit në çdo raport, qoftë ai raport politik, qoftë ai raport familjar. Çdo herë vim te një konkluzion ku dikush duhet pak të heq dorë, dikush duhet të pajtohet më shumë. Herë më ndodh mua, herë i ndodh dikujt tjetër. E rëndësishmja është që qëllimin e kemi pas të mirë. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi që të dëmtohet Republika e Kosovës, aq më pak që të dëmtohen relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani ne secili jemi njerëz të ndryshëm. Ne edhe me motrat tona jemi ndryshe, të lindur nga të njëjtit prind, nuk e kemi personalitetin e njëjtë, pra mënyrën se si dëshirojmë ndoshta të arrijmë qëllimet e njëjta, i kemi ndryshe, mos të flasim me bashkëpunëtor politik, por qëllimi ka qenë i mirë, qëllimi ka qenë i njëjtë, një Kosovë fort, një Kosovë sovrane në çdo cep të saj, një Kosovë me demokraci të zhvilluar dhe të avancuar dhe e cila ka raporte me meq ku nuk është një shtet që vazhdimisht thjesht është në pozicion reaktiv. Por me politikën e jashtme që kemi udhëhequr në këtë periudhë, kemi pas pjesëmarrje aktive në vendimarrje edhe për procese të rëndësishme në nivel botror, e mos flasim vetëm për rajonin tonë. Tani po e them sërish, këto janë tema shumë komplekse, jo gjithmonë gjithçka që dëshirojmë arrijmë në momentin e parë, po e shohim edhe me procesin e njohjeve dhe me procese të tjera, frytet po shihen pak më vonë, pas një pune, pas një angazhimi tepër të gjatë, e shumë serioz. Mirë po, lajmet e mira nuk do të ndalen me kaq. Në fillim të vitit, e përgjatë gjithë vitit do të kemi edhe shumë lajme të tjera të mira dhe rezultate të punëve në cilat kemi qenë të angazhuar që 5 vite. Do të kemi njohje të reja për shkak se kemi 4 njohje të reja brenda këtij viti, edhe të gjitha njohjet janë njoftuar nga ju si Presidenti e Republikës Kosovës, por në ndërkohë kemi pasur një blokadë nga ana e qeverisë Kurti, mund të themi sa i përket diplomacisë, pikërisht për shkak se nuk kemi parë ndonjë angazhim të madh të Ministrisë së Jashtme, po as vetë zotrit Kurti për të kërkuar njohje nga shtetet të cilat ndoshta e kanë pas momentumin për t'ja u kërkuar atë njohje. Është krejtësisht normale që ne i kemi detyrat e ndara brenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe kushtetuta përcakton që politikën e jashtme udhëheq presidentja. Unë dua t'ju siguroj që nuk ka shtet, përveç disa me cilat nuk kemi raporte miqësore, tazëm ne nuk shkojmë me i kërku Rusisë njohje, apo Iranit, apo Koreas së Veriut e të tjera, po flas për shtetet e tjera, të cilat janë shtete demokratike dhe ndajmë të njëjtat vlera me to, nuk ka shtet të cilës nuk ja kemi kërkuar njohjen më shumë se 3 herë. Tash, për arsye të mbrojtjes interesave të Republikës së Kosovës dhe parandalimit të fushatës jashtëzakonisht negative e ilegale të Serbisë, në mbi 90% të rasteve ne fare nuk i publikojmë takimet që i kemi me shtete jo njohëse. Madje shpesh herë edhe njerëz këtu brenda Kosovës që dalin publikisht duke përmendur emra për shtete me cilat ne jemi takuar mbi 20 herë, jemi afër njohjes, dalin dhe thonë këtë publikisht na dëmtojnë shumë, sepse me njëherë pas një jave ne shohim delegacione të shumta
nga Serbia, që udhtojnë drejt atij shteti, pastaj fillojnë presionet nga Rusia, çka jo tjetër, pra po na dëmtojnë shumë kur po dalin dhe po tregojnë. Vetëm me raste kur kam dalë publikisht dhe kam tregu për takime me shtete jo njohse, ka qenë kur vetë ato shtete kanë dalë paraprakisht dhe kanë kërkuar që dalim edhe ne, sepse nuk kanë dashur që takimet i mbajnë prapa dyrëve të mbyllura. Mirë po të tjerat ne i mbajmë në diskrecion për shkak se është në interes Kosovës që derisa atë kryhet puna mos të dalim publikisht. Pra nuk është që nuk ka pasur angazhim, mirë po derisa ta shohim frytin e punës tonë, është në interes Kosovës që Serbia mos të alarmohet dhe mos ta shoh se kuj e kemi fokusin, në mënyrë që pastaj ata të angazhohen me mjetet e tyre dhe ta parandalojnë njohjen, sepse siç e dini kanë prezencë 10 trafish më të madhe se sa Kosova edhe diplomatike, po pastaj aleatët e tyre punojnë shumë kundër Kosovës, nuk ka javë që Putini nuk del me deklarata kundër Kosovës dhe kjo pastaj na dëmton të shumë shtete, sidomos në kontinente më të largëta. Të normalisht, kur jemi çështje të njohja, kemi një proces që kemi nisur që nga pavarësimi i Kosovës në vitin 2008, që është përfundimi apo mbyllja dialogut me Serbinë, një dialog i cili ka qenë në suspans ose i bllokuar në gjithë këto vite për shkak të rrëmjes qeverisë të shumë proceseve të tjera. A ka fund ky proces? Dhe kur ju e shihni fundin e këtij procesi, nëse mund të themi? Qeveria e re sa do të jetë përgjegjëse ndoshta për të quar në fund detyrat që i takojnë, qoftë edhe për asociacionin, por edhe për përmbylljen e marrëveshjes finale me Serbinë. Ky proces asnjëherë nuk ka dështuar shkaku i Kosovës, pavarësisht se kush e ka udhëhequr nga Republika e Kosovës, pavarësisht se cila qeveri ka qenë në pushtet, dialogu si proces po flas, se natyrisht shumë marrëveshje që janë arritur nuk na kanë pëlqyer, mirë, po dialogu si proces asnjëherë nuk ka qenë dështim për fajin e Kosovës, gjithnjë ka qenë dështim për fajin e Serbisë, e cila nënshkruan marrëveshje, i pranon ato, nganjëherë as nuk i nënshkruan, por kinse i pranon publikisht, por në fund të fundit, mbi 2/3 marrëveshjeve që janë arritur dhe janë mbi 40 marrëveshje, qindra dokumente në fakt, nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë. Ky është realiteti i sotëm. Për fat të keq, viteve të kaluara kemi pasur një proces komplet të pabalancuar, ku përkundër mos zbatimit nga ana e Serbisë, ka pasur një favorizim të Serbisë dhe me projektet Bashkimit Evropian, po edhe politikisht duke mbrojtur qëndrimin e tyre, përderisa ai gjithë presioni ka rënë kundër Kosovës, deri edhe me masat kundër Kosovës që ishin tërësisht të paarsyeshme dhe të padrejta. Tani un kam besim të plot që administrata Trump do të jep një shtytje të re pozitive dhe kemi punuar shumë së bashku edhe me ndihmën e komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara, të cilët dua sërish t'i falenderoj për kontributin dhe angazhimin e tyre aktiv, që së pari të miratohet akti në Kongres dhe pastaj të nënshkruhet si ligj nga ana e presidentit Trump, ku konfirmohet e para integriteti territorial dhe sovraniteti i Kosovës, që nuk do të ketë ndryshim kufive dhe që Kosova mund të antarësohet në NATO, pra ka perspektivë për antarësim, dhe sa i përket dialogut thuhet që ai duhet të përqendrohet në njohjen reciproke. Ky është një avancim i madh sepse në administratën paraprake thuhet eventualisht dikur do të mund të vijë njohja, kurse tani thuhet që procesi duhet të përqendrohet. Kjo nënkupton që në thelb të çdo diskutimi që mund të ndodhë tash e tutje, pra jo të presim në fund, po qysh në fillim njohja reciproke duhet të jetë mbi çka i gjithë procesi që ndërzohet. Dhe kjo është vetëm një mënyrë për të pasur sukses në dialog, sepse duhet të pranohet realiteti i Kosovës së vranë dhe të pavarur, dhe vetëm kur ky realitet pranohet, atëherë mund të ecet përpara dhe me shumë marrëveshje të cilat janë të zbatueshme në praktike. Ne duhet të kujdesemi shumë që këto marrëveshje mos të jenë të tilla të cilat e cenojnë Kosovën, jo vetëm sa i përket kufive, por as për brenda, sepse ne peshojmë Bosnjë-Hercegovinën, pra ata ndoshta i kanë kufit e sigurt, mirë, po për brenda rrezikohet funksionaliteti i shtetit vazhdimisht dhe duhet të eliminojmë mundësi të tilla. Pikërisht asociacioni, domethënë marrëveshja e Ahorit parashen një lloj asociacioni të komunave që kemi pasur në fakt çështjen e asociacionit prej kur kemi nisur bisedimet për statusin e Republikës Kosovës. A e cenon pjesën brenda Kosovës ose jo? A e prek kushtetutën e Kosovës? Sepse ka shumë zëra që thonë që është shumë e keqe marrëveshja e Ahorit pikërisht sa i përket çështjes së asociacionit të komunave serbe. Ka qenë vlerësimi imi nga momenti i parë kur zoti Lajçak e ka prezantuar draftin e tij të asociacionit, që ai draft nuk është në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ka në veçantë 3 aspekte të cilat bien ndesh me kushtetutën dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 sa i përket kompetencave të asociacionit, sepse ky draft përmban edhe kompetenca ekzekutive dhe pastaj ka një sër problemesh të tjera. Tani interpretimet e njerëzve të ndryshëm nuk dua të flas mbi to, por vlerësimi ynë si president
evidencë është që drafti që është propozuar nga Lajçaku nuk është në përputhje me kushtetutën tonë dhe nuk mund të procedohet si i tillë, pra në mënyrën identike se si është propozuar. Ka në shkrim të kryeministrit në atë Jo, drafti nuk është nënshkruar kur, pastaj drafti është komplet akt tjetër. As marrëveshja në fakt nuk është nënshkruar sepse Serbia ka pas refuzuar nënshkrimin, pra nuk ka nënshkrim mbi marrëveshje për momentin, por duhet të themi qartë që ajo marrëveshje është pranuar së bashku në aspektin politik, pra është konstatuar dakordimi i Kosovës, mirë po aty në asnjë mënyrë nuk përcaktohen kompetenca ekzekutive për asociacionin. Aty flitet për vetë menaxhim, flitet për zbatim marrëveshjeve paraprake, mirë po sa i përket marrëveshjeve paraprake, gjykata kushtetuese në vitin 2015 ka përcaktuar që asociacioni nuk mund të ketë asnjë kompetencë ekzekutive dhe një sër parimesh të tjera që janë teje të rëndësishme e të cilat unë mendoj shkilen me këtë draftin e Lajçakut. Prandaj tash e tutje duhet të ulemi dhe të diskutojmë se si të procedohet tutje, mirë po mos të harrojmë një gjë. Ajo marrëveshje para se të shkojmë te neni 7 ka 6 nene të tjera. Ato flasin për respektim të sovranitetit, të integritetit territorial, të barazisë në mes të dy shteteve. Flasin për mos bllokim nga ana e Serbisë të antarësimit të Kosovës në cilën do organizohen ndërkombëtare. Të gjitha këto janë parime bazike të cilat Serbia duhet të respektojë. Nuk mund të flitet për asociacionin e ti anashkalojmë 6 nene si kurse ato nuk ekzistojnë fare, sepse ato janë vetë bazamenti i kësaj marrëveshje. Madje edhe vetë preambula e kësaj marrëveshje flet për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial si parim i dyanshëm. Në qoftë se Serbia edhe pas kësaj marrëveshje le që ka shkel integritetin territorial të Kosovës, por ka bërë akt agresioni nëpërmjet sulmit Bajnskës e akt terrorist, atëherë ne tani duhet ta rishikojmë komplet këtë proces, sepse atje po qesin dokumente përpara Bashkimi Evropian, në anën tjetër ne po e kemi Serbinë këtu me armë duke sulmuar dhe duke vrarë policinë e Republikës së Kosovës dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra, shpresoj shumë që qasja e Bashkimit Evropian në raport me Serbinë të ketë ndryshuar se me një qasje ku agresori vazhdimisht shpërblehet, lëre që nuk do të arrihet asgjë në dialogun Kosovë-Serbi, po në të njëjtën kohë do të rrezikohet shumë seriozisht edhe paqja e stabiliteti në gjithë rajonin tonë. Pra, tani me këtë leadership të ri të Bashkimit Evropian, unë kam shpresa që do të kemi një qasje të re në raport me Serbinë. A mendon që kemi nevojë pikërisht për shkak të këtyre proceseve që janë shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe që duhet më patjetër të përfundojnë për shkak se janë të zgjatur, që zotri Kurti të ketë një partner të koalicionit, që mos jetë i vetëm në mënyrë që edhe proceset ecin përpara më pak zhurmë. Tani këto janë çështje që besoj duhet në aspektin unitar. Ta pyetni atë, mirë po Republika e Kosovës ka ditur në faza të ndryshme të historisë së saj që të bëhet bashk dhe të kemi edhe partitë mazhorancës edhe të opozitës të bashkuara rreth synimeve nacionale. Ju e dini ka një sër marrëveshjesh të cilat në të kaluarën votoheshin edhe nga opozita, sado që unë atëherë nuk i pata votuar sa i përket asociacionit e të tjera, mirë po një pjesë e opozitës i pat votuar në mënyrë që të bëhen 2/3. Pastaj mu më kujtohet, sepse kam qenë atëherë duke punuar në presidencë në periudhën e pavarësisë, qoftë miratimi i Pakos së Atisarit, qoftë gjithë përgatitja që e kemi bërë si ekip në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, gjitha punët i kemi bërë bashkë edhe me opozitën dhe mendoj që një model i tillë i bashkëpunimit është mirë që të promovohet, që jo domosdoshmërisht nënkupton koalicion formal, sepse ato janë çështje që i vendosin partitë politike, në cilat nuk mund të përzihen. Mirë po një bashkëpunim për tema në interes të Kosovës është domosdoshmëri, sepse Kosova ende nuk është në fazën ku i ka gjitha punët e kryera dhe ta zgjedh polarizimin si mjetin kryesor përpara. Ne jemi ende në fazë ku duhet akoma më shumë ta konsolidojmë shtetësinë tonë, akoma më shumë të fuqizohemi ndërkombëtarisht, akoma më shumë të bëhemi më të sigurtë, më të fuqishëm për të mbrojtur nga Serbia, dhe kjo kërkon kontributin e të gjithëve, sepse edhe ata që mbesin në opozitë, edhe ata kanë votë qytetare, edhe ata kanë mbështetje qytetare, kanë vullnet qytetar. Dhe unë jam e bindur që çdo qytetar i Republikës së Kosovës që e don këtë vend dhe që e pranon si shtet pavarur e sovran, dëshiron që Kosova të jetë e fuqishme brenda dhe jashtë. Prandaj në këto vendime që qoftë që kanë të bëjnë raportet me Serbinë, qoftë që kanë të bëjnë integrimin euroatlantik të vendit, këto duhet të jenë vendime të gjithëve bashkarisht dhe si presidente natyrisht që kontributi im do të jetë për një bashkëpunim të tillë, pavarësisht nëse dikush është i ulur në karrigën e qeverisë apo thjesht në karrigët e parlamentit.
E përmendet që keni punu dhe në president, jeni ndoshta politikonja vetme që ju ka ra të bashkëpunoni afër, po thuaj se me të gjithë presidentët e Republikës Kosovës, duke përjashtuar Ibrahim Rugovan, për shkak se keni qenë re në atë kohë. Cili është... Në atë kohë prindi, babaj ka bashkëpunu, kështu që neve nga ka ra... Jeni pjesë e familjes. Cili prej politikanëve mendoni që ka qenë më i drejti në aspektin e vendimeve, duke mos vendosur vetën e parë në rend të parë, por interesin e publikut? Po tani unë nuk dua t'i hi në haka skujt, mendoj që se cili ka dhe një kontribut të rëndësishëm në fuqizimin e shtetit të Kosovës, natyrisht që kontributi i presidentit historik Ibrahim Rugova është i pamatshëm, për shkak se ai lëre që e drejtoi Republikën e Kosovës në orientimin e saj strategjik, orientimi që edhe sot qëndron fort në themelet e shtetit tonë, po njëkohësisht edhe e bëri bashk popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, dhe njëkohësisht edhe ndërtoi aleanca të fuqishme të cilat edhe sot i duhen dhe po i dalin Zotë Kosovës, gjitha këto janë shtylla jashtëzakonisht të fuqishme që ai ka arritur me shumë mençuri, me shumë mund dhe sakrificë t'ja ndërtoj Kosovës, por natyrisht edhe të gjithë të tjerët kanë dhënë kontribut në një mënyrë ose tjetrën, sepse kanë shërbyer në faza të tjera, kështu që unë nuk dua t'ja mohoj as njërit kontributin që e kanë dhënë, qofse keni fjallën për president, qofse keni fjallën edhe për kryeministra. Edhe për kryeministra, me këtë do të punoja ma me qef, me cilin prej presidentëve dhe kryeministrave që keni punuar, po përmend emrat Fatmir Sidiu, Isa Mustafa, Hashim Thaç, ju ka rënë me punu edhe me të, këta tre, me cilin do të punoja ma me qef? Do të bashkëpunoja? Në mes të Fatmir Sidiu, Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, po tash po e them edhe njëherë si presidente e Republikës së Kosovës, bashkëpunoj me të gjithë pa asnjë problem. Mirë po në fazën kur kanë qenë zoti Thaçi dhe zoti Mustafa kryeministra, pastaj zoti Thaçi president, unë kam qenë opozit, kështu që ka qenë komplet natyrisht rol tjetër, kemi pas vlerësime të tjera si presidente bashkëpunim me të gjithë, po natyrisht Fatmir Sejdiu është presidenti me cilin kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, ka bërë një punë tepër të madhe për Republikën e Kosovës, përfshi ato shumë njohje të cilat përmendën në radhë të parë kanë qenë merite një angazhimit të tij bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi punuar në baza ditore në këtë aspekt, përfshi antarësim në organizata ndërkombëtare. Shumë pak fatkeqësisht flitet për punën dhe angazhimin e tij, por ka qenë kryekupot angazhim në interes të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj, dhe unë e falenderoj që atë bashkëpunim në interes të Kosovës e vazhdon edhe sot. Por po e përsëris, si presidente e Republikës bashkëpunoj me të gjithë, kurdo që është interesi i Kosovës, kurdo që e shoh që nuk po mbrohet interesi i Kosovës, natyrisht që dal kundër dhe them atë pa asnjë hezitim, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën. E di që jemi në natën e vitit të ri, e di që publiku ndoshta pret një intervistë pak më të relaksuar, por kanë qenë situata politike që edhe 3 ditë para vitit të ri kemi votuar, kemi zgjedhur qeverinë. Të kalojmë pak të kjo pjesa tjetër pak më relaksuese, do doja të dija. Shumë mirë. Raporti juaj, po një natë e vitit të ri të presidentës. Si është dita, nata, fëmia, gjithçka rreth natës së vitit të ri? Është pak a shumë sikur se shumicës së nanave, edhe shumicës së prindve, shumicës së familjarëve. Përgatisni gjelin e detit? Po përgatis shumë ushqime dhe më pëlqen shumë të përgatis ushqime. Është një prej gjanave të preferume që i bëjmë bashkë me familje, edhe natyrisht edhe për këtë vitri filloj me i përgatit disa ditë më herët, sepse dëshirat e vajzave të mia janë të shumta, ta bëjmë edhe këtë. Edhe natyrisht ditën e vitit të ri përgatisim edhe një sër ushqimesh të tjera, i bëjt gjitha shumë mirë, kështu që kësaj radhe ende jam në përgatitje si për kanë betë edhe disa. Por një prej gjanave tradicionale që i bëjmë janë disa keksa me forma që vajzat e mia i kanë shumë qef prej kur kanë qenë shumë të vogla, dhe tash çdo vit të ri i bëjmë bashk me dekorime në format bredhit, në format dordolecit, në format yllit e tjera, edhe natyrisht ushqimet e tjera, kështu që si familje tradicionalisht i kemi përgatit, prindoni i bën shumë mirë pastat, në të tjerët i bëjmë disa tjera, kështu që secili e kemi ka një kontribut, po është atmosferë e afërt, është atmosferë dashurie, është atmosferë përkrahjeje, është
atmosfere jashtëzakonshme, nuk ka momente më të mira, më të vlefshme se sa ato që i kaloj bashkë me familjen, edhe natyrisht fund viti është një prej atyre momenteve, edhe nuk ka do të janë ndjesi më të mirë se sa me i gëzu fëmijët, jo vetëm me prezencën, po edhe me çdo moment të lumtur që e kalojmë së bashku e gjithë familja, kështu që janë momente festive, janë momente kur gëzohemi, kur bëhemi të gjithë bashkë, tradicionalisht e gjithë familja. Festojmë, jemi shumë sevdali, kështu që kush e ka muzikën më të mirë sonte, i provojmë gjitha programet. Klan e keni shumë të mirë muzikën sonte. Ta shohim. Jeni vazhdimisht në aktivitete jashtë Kosovës, sa u mungon i vajzave? A kanë kritika? Për shembull, po flas për veti, unë shpeshherë kritikat më të mëdha e kam të fëmijëve që unë nuk jam shumë prezente në jetën e tyre, në shkollë, pikërisht për shkak të punës. A të kritikojnë vajzat për këtë çështje? Nuk do të thoja që është çështje kritike në asnjë moment, se vajzat kanë shumë mirë kuptim edhe mbështetje, natyrisht e kanë mbështetjen jashtëzakonshme edhe të bashkëshortit për këto procese që nuk janë të lehta, mirë po janë të domosdoshme, sepse si president nuk mund thjesht të ngujohesh në zyrë dhe të pretendosh se ke kryer detyrën tënde. Detyra themelore, siç e dini, është udhëheqja e politikës së jashtme dhe kjo nënkupton edhe kontakte me miq të shtetit tonë, me aleat të shtetit tonë, duke udhëtuar vazhdimisht, sepse ne nuk mund të kërkojmë që ata të vinë gjithnjë tek ne, sepse më shumë kemi ne nevojë për këto aleanca, edhe natyrshëm që është jashtëzakonisht e vështirë, sepse fëmijëve ju mungon, edhe mu mungojnë jashtëzakonisht shumë, e gjithë familja, në veçanti vajzat, për cilat ka qenë fazë jo e lehtë, por mundohem gjatë tërë kohës edhe kur udhëtoj jashtë vendit vazhdimisht jemi në telefon, edhe gjatë kryerjes së detyrave, edhe derisa ti merr gjumi, edhe për tema që kemi mi diskutu, sepse natyrisht tash janë edhe në një moshë që kanë dëshirë mi diskutu të gjitha gjërat me nanën e me babin, kështu që mundohem me qenë afër tyre vazhdimisht në mënyrën më të mirë të mundshme. E kur jam në Kosovë, natyrisht jam 100% e përkushtuar në raport me to, gjithmonë detyrat i bëjmë bashkë mramje, darkën e kemi gjithmonë bashkë, diskutimet e paragjumit. A ka ndonjë detyrë që s'din me e bo? Ka, qysh s'ka. Ka edhe të tilla. Tash në fakt, kur po e krahasoj ngarkesa e fëmijëve në këtë moshë është edhe më e madhe se sa ngarkesa që e kemi pas ndoshta ne, apo ndoshta edhe kemi harru, po mu po m'duket që është pak më komplekse kjo procesi i përgatitjeve pas shkollës, e kam fjalën pas orëve të shkollës, me shumë detyra e ngarkime. Mirë po, mirë se përgatiten edhe për të ardhmen, me rëndësi është që të dyja të mësojnë shumë, edhe janë shumë të përkushtume, edhe jam shumë krenare me to. Zona Presidente, ju jeni një ndër frymëzimet e shumë vajzave të reja dhe këtë nuk e keni fshehur asnjëherë, madje edhe me fjalën Madam President, ju shohin si frymëzim. Cili do të ishte mesazhi juaj për to në këtë vit të ri, në vitin 2026, do të thonë, nga vajzat prej ato që kanë lindur deri ato të cilët janë duke ndërtuar karrierën e tyre? Do të thoja që pavarësisht profesionit që e zgjedhin, asnjëherë mos ta humbin motivin dhe kauzën për të cilën punojnë dhe për të cilën angazhohen. Është shumë e rëndësishme që të punojnë për një kauzë që është shumë e madhe se vetvetja, që shkon shumë përtej vetvetes. Se pastaj kur punon për një kauzë të tillë, edhe vështirësitë që i ke përpara, e të cilat do të jenë të shumta, te i kaluan shumë më lehtë, sepse shikon vetëm përpara. Dhe asgjë nuk të rrëzon për toke, e kam fjalën në asnjë mënyrë që mos mu qumo, po edhe rrëzimet janë të tilla që ringritesh prapë, se kauza është aq e madhe. Kauza në vetvete të frymëzon, kështu që shpresoj që secila prej tyre do të motivohen nga kauza të mëdha, siç janë motivuar edhe nanat tona, gjyshet tona, të cilat kanë punuar në rrethana tepër më të vështira se ne, duke rrezikuar edhe jetën e tyre për shumë procese, një rezistenca paqësore, pastaj lufta e armatosur, pastaj shtetë ndërtimi, e deri tek ditët e sotme, shpresoj shumë që edhe neve na bjen si gjenerat që të heqim shumë gur nga kjo rruga përpara që e kanë vajzat tona dhe vajzat e gjithë Kosovës. Pra thirrja ime është punoni për kauza më të mëdha se vetvetja dhe mos u dorëzoni pavarësisht sa vështirë mund të tingëlloj dhe mund t'ju thonë të tjerët edhe do t'ja dilni. Pak keni folur për, sepse ndoshta më dhani që është pyetja përfundimtare, po deshta ta lidhit pikërisht me femrinë tuaj si fëmijë. Pak kush e di
që femëria Vjosa Osmanit nuk ka qenë një femëri që mund të themi në aspektin financiar në rregull, ju kanë largu prindrit nga puna, është burgos babai, pak keni folur për këtë. A ju ka ndërtu kjo juve si personalitet dhe më të fortë që me arrit sot ku jeni këtu? Ndoshta mendoj që duke tregu këtë lloj historie, ka me pas shumë vajza që kanë më u kap aty dhe kanë më u bë më të forta. Besoj që është pikrisht ajo periudhë që si gjenerat ndoshta na ka ndërtu si njerëz më të fortë, më rezistent, më të durueshëm po ashtu. Dhe po ashtu më të kuptueshëm që rruga përpara nuk është gjithmonë e lehtë dhe as e shkurtë. Është goxha e gjatë, pra nuk arrihet as suksesi, as qëllimi brenda natës, as brenda vitit, por duhet të esësh, të punosh, të mundohesh, nga njerë edhe të dështosh. Dhe ajo periudhe viteve të 90-ta, në fakt, babi im ka qenë i dëbum nga puna, i pari në krejt Mitrovicën, që e kanë dëbum nga puna, për shkak se ka kërku Kosovën Republikë zëshëm, qysh në mars të vitit 1989, pastaj me njëherë pas ti edhe nëna, dhe si kurse shumica dërmuese familjeve shqiptare në atë kohë jemi ballafaqur me situata tepër të rënda të mbijetesës, po përveç kësaj babi ka qenë i burgosur, i maltretuar, i torturuar fizikisht nga regjimi Miloševićit në atë kohë, dhe vazhdimisht ka qenë në rrezik prej tyre dhe automatikisht kemi qenë në rrezik e gjithë familja. Vuajtjet pastaj gjatë luftës kanë qenë tepër të mëdha, po fatmirësisht mbijetuam si familje ngushtë, sado që kemi dëshmore edhe në mesin e familjarëve, veterantë ushtrisë çlirimtare të Kosovës e shumë njerëz të cilët kanë luftuar për lirinë e këtij vendit e janë angazhuar, siç e dini babi im ka qenë i angazhuar me presidentin Rugova në atë periudhat e para të ndërtimit të celulave të para të forcave të armatosura. Dhe që nga atëherë, ndoshta kjo çështja e aktivizmit politik për mua ka qenë gjëja më e natyrshme, e mundshme, po atëherë është bën rrethana shumë më të vështira, ku çdo ditë e ke ditë që po e rrezikon edhe jetën, tash jemi të lirë, funksionojmë në liri, po sfidat për Kosovën natyrisht që vazhdojnë, sepse liria nuk është e mirëqenë, liria vazhdimisht duhet të mirëmbahet, njëkohësisht edhe demokracia janë vlera që mirëmbahen, ruhen, edhe mund të ecim tutje duke i thelluar dhe duke i fuqizuar ato çdo ditë, por keni plotësisht të drejtë që përvoja jonë si gjenerat që e kemi pasur me shumë vështirësi, dhe jemi rritë si fëmijë të kohës apartheidit fillimisht dhe pastaj fëmijë të luftës, na ka bërë më të fortë për të përballur, do të thoja me shumë prej sfidave që i kemi sot, edhe si shtet, edhe si institucione, edhe si individ. Po e shoh që jemi fare në fund, sepse kemi kaluar edhe minutazhet e lejuara, do doja një mesazh të fundit për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe normalisht për shikuesit e Kiksit. I uroj të gjithë qytetarët tanë të dashur nga zemra që të kenë fest, që të kenë harmoni, që të kenë gëzime, lumturi, e shumë dashuri e begati në mesin e familjeve tyre, në mesin e më të dashurve të tyre në këtë vit të ri, me shpresën e madhe se viti 2026 do të jetë edhe shumë i suksesshëm, dhe vërtet jam besim plot që jo vetëm që do të kemi institucione stabile, por njëkohësisht do të kemi edhe vendime të rëndësishme, të mira në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Shpresoj që në secilën familje të mbretëroj shëndeti, sepse ajo është mbi të gjitha, dhe po ashtu dua t'i falenderoj të gjitha ata që shërbejnë edhe në momentet e vitit të ri, në mënyrë që të gjithë ne të ndihemi të sigurt, dhe t'i kemi shërbimet e duhura edhe në këto momente, duke filluar nga institucionet tona të sigurisë, pastaj institucionet shëndetësore, shumë institucionet tjera, deri te ju mediat që raportoni edhe në kohë të mesnatës e pas mesnate, pra i uroj të gjithë qytetarët tanë me dëshirat më të mira që Kosova jonë të shkoj vetëm përpara. Gjithashtu urojmë që mos kemi asgjë në vitin 2026. Urojmë edhe ne, po tash shohim gjithçka është në duar të deputetëve të Kosovës. Faleminderit shumë zonja presidente. Faleminderit juve dhe ju uroj edhe juve shumë suksese. Shumë faleminderit. Me këtë urim të presidentës së Republikës së Kosovës, i bashkohem edhe unë, normalisht bashkohem dhe ripërsëris edhe njëherë urimin që e thash pak më parë, që urojmë dhe shpresojmë që ky vit do të jetë një vit i zhvillimit dhe jo një vit i zgjedhjeve, për shkak se është me siguri, po e dini edhe ju vetë që ka gjatë shumë lodhje, që brenda një viti kalendarik t'i mbajmë
4 parë zgjedhje, 3 parë zgjedhje normale dhe 1 parë zgjedhje të jashtëzakonshme. Natën e mirë, mos harroni pra mos me bo kiksa, me i shkru kiks Kosovës për çdo hall që e keni, sepse ne jemi këtu që bashkarisht ta bëjmë këtë shoqëni më të mirë. Urime viti 2026.